Angel Muloli, vetëm 18 vjeçar, është haxhiu më i ri nga Kosova që do ta kryej këtë vit haxhin. Nga Shajkovci po Dujevës, Angeli në këtë fundjavë do të nisë drejt vendeve të shenjta. Në prag të këtij udhëtimi, ai është i mbushur me emocione, saqë thotë ka të vështirë të mbaj edhe lotët, sa herë imagjinon veten pranë çapës së bekuar. Emocionet kanë fillu qysh në fillim, kur e kom shkruar emrin. Emocionet janë normalisht shumë të mëdha, edhe nuk më të përshkru as me fjalë. Nuk e di as çish kom e përjetu, çash mirë që kom e përjetu. Haxhiu më i ri nga Kosova thotë se këtë dëshirë e kishte të kahmotshme, derisa haxhi i ka interesuar që nga fëmijëria. Unë normalisht vi pe një familje që ka traditë fetare, gjithashtu edhe hoxhën tem kam pas hoxh të kësaj xhamie, i cili tashmë i ndjerë është Mulla Shaboni, që ka shërbyer këtë xhami. Unë gjithmonë si vogël kam di për haxhin, edhe gjithmonë i mundu më afrue, kur kam fol diçka për haxhin, i mundu më afrue, edhe me ngut diçka për to, edhe normalisht pej që i vogël jëm lut për me shku në haxh, çdo namaz. Angeli përveç mësimeve që ndjek, ai është një talent me të ardhmë të ndritur në futboll. Ai së bashku me ekipin e tij, Llapin, po synon të bëhet kampion i Kosovës, teksa tregon se si e priti ekipi shkuarjen e tij në haxh. Shokët e skuadrës e kam prit shumë mirë. Ata më kam përgëzu krejt, për që kom e shku në haxh unë si vjet, edhe janë çuditshëm kur i kom kallëzue, nuk e kam prit. Fillimisht unë kur ka fillu sezona e kam marrë vesh që kom e shku për haxh. Ato i kom tregu trajnerit, edhe më ka pyet me cilat dota, i kom tregu me cilat dota. Unë kom menu që kryet sezona deri atëherë, por nuk e kam prit. Trajneri ka reagu shumë mirë, edhe mu më ka thonë, ka përgëzue, në fakt ka përgëzue që kom e shku në haxh, edhe normalisht na ka thonë lutë për neve, lutë për ekipin që do të me dol kampion si vjet. Angeli madje po ndihet keq që në fazën finale nuk do të jetë pranë shokëve të ekipit për ta bërë Llapin kampion. Normalisht i kemi edhe 3 gjëra. Unë 3 gjërat më të rëndësishme nuk jam për minimu skuadrës në këtë ditë, edhe pro normal që kam më mungu futbolli, kam më mungu shokët e skuadrës. Ai thotë se plan e kishte të shkonte së bashku me babain e tij në haxh, por gjërat rrodhen ndryshe. Plani u kon fillimisht me shkuën me babën, por babës i kanë dalë do punë, edhe unë nuk kom thonë nuk shkoj pa ty. Ja kom bo babës tem, edhe baba jam ma ka bo qash shumë që ka posin sistem, ma ka bo shkë. Edhe nuk më ka nol, se ka po dëshirën tem të modhe për me shkuat, në atë vend bekun. Thotë se tashmë ka filluar që një kohë të gjatë për të mësuar për procedurat e haxhit. Po normalisht unë jam konë disa legjerota, i kom pos dhe libra, dhe pe që kom shkruar emrin, ja kom nis me hulumtu. Për qysh kam me shku, për veshën e Iramit, qysh kam më bo tavove, qysh kam më bo hedhja gurëve, qysh kam më bo ndeja në Arafat. Angel Muloli është vetëm njëri nga 1576 haxhilerët nga Kosova që këtë fundjavë do të marrin rrugën drejt vendeve të shenjta për ta kryer kushtin e 5 të Islamit, haxhin. Në organizimin e Bashkisë Islame të Kosovës, secili haxhi do të ketë përgjegjësinë e tij, i cili do të përkujdeset për çdo gjë gjatë kryerjes së haxhit, nga akomodimi, rrugtimi dhe deri në kryerjen e të gjitha riteve fetare për një haxh të pranuar.